to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Ju kujtoj për të gjithë juve që do ta humbisni premierën e këtij programi sonte, mund ta aksesoni kurdo që të dëshironi nga nesër në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Ju e dini, është një Back to the Beginning, është një kthim pas në kohë, e nëse nuk ke kujtime, e nëse nuk ke gjëra për të cilat mund të kthehesh pas në kohë, s'ke asesi ta kesh argumentin në këtë program. Duhet të ketë qenë viti i art në të vërtetë, ndonë se ne jemi njohur më përpara, por viti i art 2005 kur na ka zënë të dyve bashkë dhe jo vetëm ne të dyve, se mos na keq kuptoni, shumë një grup i të madh të rinj në një turne ku gjysma e topit në ato kohë shkëputej nëpër qytetet kryesore turistike në vend, ku xhiroheshin programe si Shtoj Zovallet për zgjedhjen e velinave të reja të edicionit të ardhshëm të Fix Fare, programe si Kupit, programi i kamerave të fshehta e të tjera e të tjera. Unë kam patur dy bashkëudhëtar në atë periudhë të gjatë të bukur të rinisë time të parë ose të rinisë son të parë, sepse ne të dy jemi shumë të rinj akoma. Dhe ishin dy balerinat e trupës së Portokallis, seçë lidhte një prezantuese të Top Albania Radios, më shumë të gjerë se të gjatë me balerinët në ato kohë, unë nuk e di, por jam e bindur që ka qenë energjia dhe kimia e jashtëzakonshme. Prej shumë vitesh jashtë, ndosë ka qenë pjesë e trupës së teatrit kombëtar të operës dhe baletit, ka qenë pjesë e spektaklit Portokalli në Top Channel. Prej shumë vitesh e ushtron aktivitetin e tij edhe si pjesë e lëvizjes moderne, po themi të skenës së kërcimit. Është me mua sot në studio Erion Kruja. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kush e di se çfarë gjërash ke menduar ti kur unë thash të kthehemi pas 20 vite më përpara, kur ke qenë djalë i ri në atë kohë, jo vetëm në atë kohë, edhe sot topi tentonte të merrte elementët më të mirë për hir të së vërtetës, për t'i bërë pjesë të stafeve të veta në degëzime të ndryshme. Erion, unë dua të lidhemi pak bashkë edhe më hershëm akoma. Për balerinët, për kërcimtarët, mendohet që është një profesion i dhunshëm në kuptimin e raportit me veten, të disiplinës, ku heq dorë nga shumë gjëra si fëmijë, nuk luan dot, nuk ke të drejtë të vritesh sepse dëmton gjymtyrët. Edhe si të thuash, heq dorë ca gjëra nga fëmijëria jote që ndoshta tani që je baba, mund ta kuptosh. Çfarë nuk e bërti dot si fëmijë? Me thënë drejtën, kam menuar vetëm kur kam mbaruar kërcimin, para 5-6 vjetëve. Aty kam ndaluar për 6 muaj, pushim, dhe kam fillu të shoh karrierën time, që nga fillimet deri në fund kur mbarova. Çka ka munguar? Se di, pasioni, edhe kam menduar shumë këtë gjë, çka ka munguar, se më ka filluar që 6 vjeç. Pikërisht, prandaj po them. Pionierëve dhe kur fillon 6 vjeç, është ai pasioni që ke për mua, të paktën që isha i fokusuar tek baleti, bëja sa më tepër, të punosha sa më shumë, në që fëmijë. Pastaj kur futesh shkollë baletit, vazhdon akoma angazhohet më tepër. Për shembull, atëherë bëshim shkollë, pastaj bëshim prap klasë në fund, mësim privat që të bëheshim më mirë, që të merreshim teknikën më mirë, të punoshim më mirë. Kështu që unë fillosha besoj në 7 mëngjesit dhe mbarosha 8 të mbrëmjes. Dhe shkosha në shtëpi, hasha bukë, fesha gjumë, kaq gjë kishte. Disiplina. Po disiplina deri më i far moshe, pastaj kur fillo bësh teenage, normalisht ke ato gjërat e tua, do dalësh çik për kafe dhe etj etj. Po der në vit parë besoj se kemi qenë gjithë ashtu në klasën time të parë. Ne ishim dedikuar, të punoshim etj etj. Një fëmijë 6 vjeçar sigurisht nuk është i aftë të vendos vet. Dikush do ta shtyj, do ta nxis drejt një drejtimi të caktuar dhe më pas ti e kupton në kalimin e kohës atë pëlqen, se po mos pëlqente do kishe i klas 3, nëse nuk do ta doje vet. Megjithatë kam përshtypjen që ka qenë një shtyse e familjes, besoj. Jo. Jo. Okej. Me sa më mendun. Tash do të pyes prap familjen nëse ata më mend ndryshe, unë më mend kështu. Ka ardhur një këngëtar turk te teatri i operës dhe baletit. Dhe unë kam qenë ulur nga anash audiencës dhe mbaj mend që kam hik dhe kam kërcyer në skenë. Edhe ati këngëtarit i pëlqeu, më duket kërceva i këngë gjë të tillë dhe hika u ktheva prap. Dhe nga aty pastaj mbaj mend që nesër namaz i javës edhe kalama si kam shumë memorie të mira dhe mbaj mend që kam shkuar në Pallat Pionierëve, kam bërë audicione dhe kam filluar aty. Po edhe në shtëpi unë besoj që ne shqiptarët e kemi traditë kërcimin, edhe kur shkoj në teatr, për shembull shkova tash si koreograf i them balerinëve që
neve në Shqipëri jemi kërcimtar. Ndoshta Ballkani, gjaku që kemi. Kërcimtar. Të gjithë e kemi. Të gjithë, edhe neve që shkojmë dhe studiojmë, bëjmë si profesion tonin, edhe ato që nuk e kanë profesion, për shembull. Ne gjithë jemi kërcimtar, kemi ngjak, kemi traditë, për shembull 2-3 vjeç, 4 vjeç le të themi në shtëpi, në kohën time të paktën ditë diele, atë dreg, pishin të mëdhenj, të vetëm muzika popullore, filloshin të kërcojnë të gjithë. E vërtet. Mbi të gjitha kalamojt që i thoshin hajde kërce, edhe dilshin mes kërceshe, siç e bëshin gjithë. Dhe besoj që ne kemi ngjak kërcimin. Ka qenë ndoshta edhe më përpara që familja ka pa që unë kisha qef kërcimin, po besoj kjo ka qenë momenti që ato e kanë vendosur, okay, ta çojmë ke pallat pionierëve, bëj diçka. Ka një arsye pse Erioni është sot në këtë studio dhe nuk është para një muaji apo para 3 muajsh, apo sepse sigurisht është i rikthyer pas kaq vitesh në skenën e teatrit, të operës dhe baletit për të vendosur një shfaqje që ka nisur të hënën e kësaj jave. Si është të kthehesh në teatr si koreograf, kur emocionet e para, i ke patur si ky fëmia që është ngjitur në skenë dhe ka kërcyer, më vonë si pjesë e trupës të teatrit, ku ka punuar me koreografët e asaj kohe, tani pa pritur je dirigjenti, nëse mund ta quajmë kështu në atë skenë. Them drejtën, tash që folëm bashkë, këtë moment që më rinqetet miqi që mendoj për në atë kohë, kur jam fund teatr në fillim kishim shumë pak kohë. Tash për të bërë koreografi, kështu që jam fokusuar shumë ke koha që kisha të bëja gjithë lëvizje, gjithë shfaqjen, të jepsha balerinë me sa më tepër informacion që kur dalin në skenë të dalin të qetë dhe të kenë mundësi të eksplorojnë më tepër emocione dhe koreografinë që është bë. Dhe më ka ardhur pak kështu si një dallg, edhe era parë të betohem që po flet tash. Që po flasim bashkë. Po të kujtohet emocionin që hey, dëgjoj, ka 21 vjet që un kam hyrë nga teatri, ka 25 vjet kur un fillova të kërceja në teatr në fillim dhe ka shumë. Një gjë që ku isha në teatr u emocionova, që kishin hyrë gjithë balerinë, isha vetëm në sallë dhe më kujtua Gronalia. Profesora Gronalia. Isha e mbitur që ta kujtoj profesorin. Kishin hyrë gjithë, kisha vetëm 10 minuta, jam ulët dhe kam më kujtuan gjithë ato memoriat me profesorin, kur fillova punë. Sa punonte me mua, me sa më nuk më ka pas qef dhe punonte goxha mbarosha klasën, thotë se kruja më thon gjithë. Bëj arthysin ose bëj këtë variacion, bëj atë, bëj këtë. Edhe më kujtu, edhe aty si emocionova ato memoriat. Sa i rëndësishëm është brezi që ushqen njëri tjetrin me informacione dhe me një dukuri që lum kush ka mundësinë ta shohë nga afër. Për shembull, u emocionova unë ndërsa ti përmend profesora Gronalia, sepse unë mbaj mend Erionin, unë të mbaj ty mend Erion, që në ato kohra unë figurën e Gronaliait e kam mësuar nëpërmjet jush. Pra e kam njohur më thellësisht, nëse mund ta quajmë, nëpërmjet jush, nëpërmjet teje, nëpërmjet Erion Bazës, dhe unë tani them që si mundet që një i ri i asaj kohe të fliste me kaq shumë pasion për një presor, se zakonisht marrëdhënia me presorin është ai që i di të gjitha dhe ai që të ngushton, nuk të jep lirinë e veprimit, po ndërkohë kur e shikon dikë si frymëzues në punën tënde, thua që okay, ka dhe raste pozitive. Presori nuk është vetëm ai që dëgjuan me çok në matematik, me pak fjalë. Po, me profesor Gronin, unë besoj se ai ka qenë personi më intelektual për mua këtu në teatr. Dhe ai ka qenë dhe mentor, dinte kur të fliste, kur të bërtiste, ose hamara kruja pse se bën këtë, ose edhe dinte kur të vinte të fliste dhe të inspirote si person. Do të thotë, okay, ke më tepër mundësi, do të bësh këtë, do të shtyte që ti të punosh më tepër. Dhe ka qenë shumë, për mendimin tim, shumë intelektual, që nuk është e lehtë në sallë, nga eksperjenca ime tash si mësues ose si koreograf, nuk është e lehtë që të kesh 40 veta para dhe të psikologjisësh të gjithë. Po është puna e koreografit ose drejtorit ta di si të manovroj me të gjithë, që ti inspiroj më tepër, se artisti ka nevojë për inspirim. Po dhe ndaj që nga ana tjetër kam pas depresion më përpara në shkollë për shembull, që e falenderoj shumë sepse gjenerata jonë, unë jam futur në shkollën 93-shin, ne dim fare mirë si ka qenë ndryshimi atëherë, nga diktatura në demokraci e këto gjëra. Po falet i profesorit dhe familjes, për mua më është dhënë disiplina.
goxha. Mbi gjitha nga profesori dhe kam taku dje që erdhi pa shfaqje, më bë shumë qefi, kisha shumë vite pa taku. Ka qenë i dedikuar. Edhe me të mira dhe me të këqija. Dhe shumë i rrept për disiplinën. Dhe shumica balerinëve nga klasa jon të paktën, ose në klasë që ka pasej, që kanë shkuar në përbot, që unë i kam njoft dhe kolegët atyre, jo të flasin vetëm për shqiptarë, kolegët, një gjë kanë thënë. Disiplinën që kanë një X person ose një X balerinë shqiptar, nuk kemi çfarë të themi, kanë shumë të mirë. Cili ishte profesori? Shpëtim Dajç. Më fal. Jo, me këtë dua të tregoj dhe që jam duke të ndjekur me shumë kuriozitet, nuk është se kam mendjen. Shpëtim Dajç ka qenë punëtor shumë i mirë për vetë në vetë dhe për vetë në vetë. Mbaj me një herë dogji këmbën në Kalamaja, kupton, ne mund të ishim se di 10, 11, 12 vjeç. Ai dogji këmbën e më mend shumë mirë, ka ardh, binte dhe shi, ishte i lagur ujë. Me këmbën e djegur e kishëm mbledh me qese si e kishim në atëre në puc, kur i dorën ke piano, i tha pianistës Eda I, sa thuhet kur fillon I, filloi pianista, kanë gjithë kohës aty na ka pa, nuk ka fol shumë se normalisht është shumë e angazhuar me korreksione, me kështu, nuk ka fol shumë dhe mbaroi klasa, tha faleminderit ik. Si nxënës për mua, kjo ndoshta është personale, nuk e di se është për gjithë. Si nxënës për mua, ku e shoh për shembull profesorin tim ose drejtorin tim që ai ka disiplinën e punës, mua më inspiron të them dhe unë do ta bëj ashtu. Kur ai e bën, ose është shumë e lehtë, ai mund të thotë që s'vise kam parë këmbën. Kjo është prirja për të krijuar modelet. Dhe në atëherë na ka bërë këtë që gjithmonë vishim, edhe sikur ishim smur, punoshim shumë, 2 klasa, për shembull, fillote klasa në 8, ai thotë ne filloshim 7:30 që të kishim kohë që të bëshim variacione më tepër, këto variacionet e baletit për shembull, që teknikisht të bishim më tepër. Erionin e kam takuar rastësisht të baret pranë teatrit, operës dhe baletit, aty jemi takuar dhe më thotë, ja 5 minuta kohë kam tani, sa të shkoj të shoh pak edhe skemat e ndritshimit. Pra, në një farë mënyre, në të gjitha mënyrat, i bie të kesh qenë edhe regjisori i shfaqjes. Po. Nëse mund ta quajmë kështu. Pra, një vëmendje e shpërndar, jo vetëm në krijimin e lëvizjeve dhe si thamë të faciliteteve që mund të ketë trupa për të qenë qetë gjatë lojës, por edhe një vëmendje të ndar në fotografinë e përgjithshme që do ketë skena përballë spektatorëve dhe kështu me radhë. Sa sfiduese është. Edhe a je ti Erion gjatë gjithë kohës në kontakt asaj që ndodh, të shohësh, sepse në fundit ashtu dhe njeriu frymëzohet për të mos përsëritur veten. Atë regjisor për këtë shfaqje unë i bëj se prandaj paga shumë të gjitha. Se kam quajtur punë, më përpara kam filluar për shembull muzikën e bëj vetë. Të gjithë shfaqjeve që bëj, e kompozoj vetë. Disa herë me instrumente që incizoj vetë, disa herë me software që ka Logic Pro për shembull që përdor. E bëj këtë më pëlqen. Nuk e kam quajtur punë. Kam filluar këtu 15 vjet më përpara vetë. Nuk është se kam shkuar, kam bërë kurse vetë, kam dash gjithmonë me këtë idenë që unë kur të bëj koreografi do bëj muzikën time. Për shembull për muzikën kanë ndodhur ashtu. Se kam quajtur punë, kam quajtur thjesht një kërkim. Njëjta gjë me dritat. Unë kam qenë 20 vjet balerin në shumë teatre, turne etj. Unë gjithmonë kur bëshim provat e dritave, unë gjithmonë kisha mendjen si u bëshin dritat, ça u thonte për shembull nga drejtori ose nga tekniku i dritave ose light designer. Përqindja e dritës, kolori i dritës, si vjen kjo, si vjen ajo. Dhe isha gjithmonë i angazhuar të thjesht për të mësuar. E disha që do bësh koreografi, do vi një ditë të bëja. Dhe ashtu kam mësuar me këto dhe për shfaqjet dhe kostumet për këtë shfaqjet i kam bërë vetë, nuk është se i kam qepur unë, po flasim për dizajnin, patjetër. Po unë bëj kërkim për një shfaqje, kam një ide për një shfaqje. Shkoj dhe bëj kërkimi fillon 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj më parë ka rast. Kur për shembull teatri më thotë do të bësh një pjesë të re, unë shkoj dhe bëj punën time para. Dhe bëj kërkimin me imazhet që un kam kokë, nga herë më vin ku je në gjumë. Betohem. Çohesh me vrap, ta bash ta shënosh se mos e haron. Çohem me shënoj, ka pas kohë më përpara që un punosha deri në 3, në 4 të natës me muzikë ose me ide, se më pëlqente sepse nuk më ngacmonte njëri, nuk kishte dikush telefon, nuk kishte asnjë, më pëlqente isha edhe botën time. Më pak e bëj tash, po
kam pas bërë goxha. Këto ideja për të bërë shfaqje unë nuk du që t'jem që hasi për i bëjon gjitha, se di që njerëzit kanë studiu etj, po këto idetë që unë kam kokë, që vinë 4 mjesit, du ta nxjerr siç e kam unë kokë, që vinë me drita, me kostume ose me imazhe, dhe ngaherë me muzikë. Unë këndoj për shembull ku eci vetëm këndoj. Edhe më vjen për shembull një melodi, e regjistroj, shkoj në shtëpi dhe mundohem ta punoj, pastaj normale që bëhet më madhe. Kjo është thjesht kjo, është idetë që kam unë kokë, ti nxjerr jashtë në sken, ti shoh si janë. Në qoftë se nuk funksionojnë, unë jam i parë që them, okay, kjo nuk bën, të përdorë për një gjë tjetër. Bëjmë diçka tjetër, dhe kjo ka ndodhur shumë herë. Po më pëlqen ti bëj, nuk është se jam kështu control freak që do t'i shoh unë gjitha. Këto janë thjesht idetë mia. Që ke më të thjeshtë ti inkorporosh me njëra tjetrën bashkë për të sjellë produktin final, se sa të marrim copzat e dikujt, të teknikut të drita më vete, të kompozitorit më vete dhe kështu me radhë. Do ta ndërpresim vetëm për pak për një pauzë muzike dhe do të kthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer sërish. Dhe jemi rikthyer sërish. Po pra, jemi rikthyer sërish. Mjafton vetëm njëra nga fjalët dhe jemi në rregull. Po ja, këto janë ato postulatet e krijuara në kaq shumë vite në radio, po të paktën e rëndësishme është që jemi të ndërgjegjshëm kur bëjmë gabime dhe nuk ne lejmë të na e kapi tjetër, po e kapim vet. Erion, do të pyes për një gjë që ndoshta mund të të dhëmbi ty ose të mund mos dhëmbi sepse është një vendim që mund ta kesh marr vet. Më the pak momente më parë që po jam kthyer pas në kohë në momentin që lash kërcimin, pra protagonizmin skenik 5-6 vite më parë. Në vetë dijen time, ky është një profesion me skadencë. Po, si sporti e të tjera me radhë. Megjithatë e kam të pa mundur ta imagjinoj ndjesinë e dikujt që duhet të thotë stop, sepse para mendoj që duhet të jetë njeriu shumë i fortë mendërisht për të thënë stop një gjë që e ka dashur shumë, dhe që nuk do ta ketë më, do ta ketë, po do ta ketë në këto dimensionet e tjera që tham, ta pranoj me veten, ta bluaj dhe të jap një arsye pse duhet të bëj stop. Tani, pse u desh të bëj stop? Fizikisht, ezaurim, dëshirë për të rritur dhe për të dimensionuar në koreografi, pse e le? Ka shumë arsye e parë, unë kam qenë 28 vjeç, bëra një koreografi në Zvicër, punosha në Zvicër atëherë dhe shkoi mirë dhe thash, okay, do ndaloj të filloj karrierën si koreograf. Doti që erdhi kompani nga Londra që u bë shumë e njoftën më brapa, shumë famoze në gjithë botën, vazhdon akoma. Edhe takova drejtorin, tha do të punoj me ty. Unë i thash edhe unë do të punoj me ty, kështu që shkova, u futa aty me kokë kompania, mas 8 vjetëve ke kompania. 8 vjet, pra ti po the do ta lë 8 vjet të tjera apo? 8 vjet sepse u futa me pasion, pasioni si gjithmonë vazhdonte, plus e shkosha mirë me atë, plus ishte edhe kompani që më pëlqen shumë puna. Edhe vazhdova të punoj me ato. Pastaj vitin e fundit isha në Francë para shfaqjes për herë të parë në karrierën time, për herë të parë e thash nuk du ta bëj shfaqje. Nuk më vjen ta bëj shfaqje. Pra pasi kishte kaluar gjithë procesi i përgatitjes, përpara momentit të vjen s'dua ta bëj. S'kam dëshirë. Ne bënim turne, bëshim 100 shfaqje nëpër botë dhe në Francë ishte në sallë zhveshjes dhe thash, s'du ta bëj shfaqjen. Kjo ka qenë hera e dytë që kam thënë. Herën e parë ka qenë 8 vjeç, kam kërcyer ke Pallati Pionierëve atëherë. Kam pas një duet me Aida Barjaktarin, që ka qenë edhe këtu në Top Channel. Edhe mbaj mend, po kjo ka qenë ndryshe, nuk kisha shumë emocion, s'desha tu futesh në skenë dhe mbaj mend vllajin dhe shoku im i ngushtë që kanë qenë ato në Pallat Pionierëve atëherë, që kërceshin si quhet balet folklorik. Më kanë shtyp. Na kanë shtyp të dyve, se të dy ishim të emocionuar, na shtyp të dyve dhe mbaj mend shumë mirë, u futën, pastaj sa u futën në skenë isha në rregull. As kisha gjë, desha thjesht të kërceja. Kjo që në para që s'kam desh më fut në skenë, po ka qenë komplet ndryshe. E dyta ka qenë kjo, u futën në skenë, i bëra të gjitha, masa e saj dola, i got ver, edhe dola dhe mendova vetë, dhe aty ka qenë momenti që shumë qetësisht unë vendosa që unë do na loj për një vit. Mas një viti do na loj kërcimin. Dhe isha shumë i qetë me vendimin, nuk e di, më erdhi kështu si shumë qetësisht. Disha që do ndalohesha, fola me drejtorin, do ndaloj. Ai më sugjeroi që të vazhdosha me kompaninë, të bëhesha asistent.
unë desha ndalosha fare. Dhe ndalova për 6 muaj mora pushim. 4 muaj, 5 muaj, s'ma një gjë të tillë, 4 deri në 6 muaj mora pushim, s'desha të bëja asgjë, desha të rija në shtëpi, të bëja gjëra që desha vetë, sepse dhe 8 vjet me turne ishin shumë. Unë çdo 3 ditë isha në avion, në një vend tjetër, sa do e bukur ishte, sa do çdo gjë, vjen një moment që okay. Edhe ndeta 6 muaj dhe kam qenë mirë. Nuk kam pas probleme dhe sikur i kisha të sigurinë për vete që disha që do bësha koreografi. Disha që do i pisa mësim ose workshop që shkojnë për Europë ose botë dhe se kisha të frikën. Në të kundër për shembull një shoqja ime tani, te njëjta kompani në Londër e ka më shumë për shembull emocion që ta lejt kërcej, frika që do bësh më mbrapa etj etj. Po për unë ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk e di çam ka ndihmuar. Ja vetë besimin që ndonjëherë është thellë nën vetëdijen tonë që mund mos e kuptojmë të parën, po e dim që është aty me ne. Do heqim dorë nga kjo, sepse ndoshta çdo gjë vjen për një më të mirë më vonë. Ndërkohë, në fillim fare Arion, kur un kam parë po themi ndryshimet e tua, ti e di, un jam një përdorus i mirë i rrjeteve sociale dhe jam si quhet spion i lezetshëm, i kontrolloj njerëzit në veprimtarinë e tyre. Mbaj mend atë ndryshimin 4 cipëror tëndin. Pra, po themi nga balerini klasik, sepse unë edhe përvoja në Top Channel i kam parë gjithmonë si pra vërtet këtu bëheshin kërcime moderne të kohës, me këngët e kohës, e kështu me radhë, po më dukeshin shumë të thjeshta krahasuar me baletin klasik. Dhe nga kjo figura e krijuar në sytë e mi të balerinit klasik, papritur mbaj mend, kujtoj posterat, i kam përpara syve tani të koreografive të kërcimeve bashkohore, kontemporane, që gati më dukeshin si utopike për një balerin klasik, sepse në përgjithësi balerinët klasik e refuzojnë kërcimin kontemporan. Mbase kam gabim, po këtë perceptim është krijuar që është balerini klasik, janë 8000 vende bosh, pastaj vjen balerini apo kërcimtari kontemporan bashkohor. Ka qenë ashtu. Unë kam pas fatin në 2004 në ikin në Zvicër dhe atje bëra një dance theater për shumë fizike si punë. Brava kyçin, brava tjerë, shumë fizike. Dhe më erdhën këtu, edhe nga këtu shkova në Zvicër dhe bëra këtë projektin për 6 muaj, më mbaj mend 6-7 muaj. Them drejtën, isha si peshku pa ujë. Dhe drejtori gjithmonë me jepte iniciativë, thoshte dëgjoj ti ke bërë goxha progres. Vazhdo të punosh kështu, mos e ke problem. Mbaroj kontrata ka marrë në Shqipëri, prapë ke teatri operës dhe sa që kisha pushim, për shembull 3 me 4 gjë të tillë, risha në sallë vetë dhe punoja shfaqjen që kisha bërë me ato të Zvicrës. Se isha interesum, ndoshta edhe nga disiplina që folëm më përpara, një gjë që unë shifsha që nuk isha mirë, se e thosha vetë që si isha mirë. Nuk pritja që të ma thoshin të tjerë. Gjifsha unë, shef balerin tjetër që kishe studiu në Paris, e shifsha si e bën televizën, shifsha si e bëja unë. E shifsha që nuk isha mirë dhe punova në atë kohë dhe kur jam kthy prapë ke kompania, drejtori i kompanisë e pa ndryshimin. Edhe ka qenë vështirë atëherë, po besoj me punë çdo gjë arrihet. Thjesht të ça pasioni dhe puna i fut brenda. Kjo ka qenë ndryshimi që kam bërë atëherë, pastaj dal ngadal. Kam bërë shumë kërkime edhe vetëm, kuptova. Mas baletin e kisha, vazhdoj akoma, baletin klasik e kam, është një nga teknikat më perfekte, më të mira, më të bukura dhe vazhdoj akoma, shumica lëvizjet mia vijnë nga baleti dhe unë i modifikoj në një mënyrë që duken ndryshe, që nuk kuptohen. Po nga ana kontemporane çdo gjë është kërkim. Është kërkim. Unë ndalosha, kisha pushim, vesha kufja dhe të kërkoja për shembull si trupi im lëvizin ndryshe, sepse baleti ka një teknik të vizatuar, le të themi kështu. Deri këtu shkon dora atje. Ka ndryshuar normal, po flasim për teknikën në shkollë që i jepet atje. Ka ndryshuar tash se ka balete të ndryshme. Po kërkimi nga ana kontemporane është thjesht personale nga personi. Në 20 vite. Po. Sa herë ka ardhur në Shqipëri? Jo të shkosh në dërmi. Sa herë ka ardhur në Shqipëri? Për shfaqje. Për shfaqje? Po. Një herë kemi ardhur me një gala që ka organizuar shoku im Gentian Doda, që vjen dhe tash në Shqipëri, ka bërë ca projekte këtu. Shoku im kam njoh Pallat Pionierëve që përfitshim bashkë Pallat Pionierëve, ka qenë 14 vjeç, më pëlqente shumë si balerinë dhe u futa aty. Nga aty pastaj ka bërë dhe i karrierën e vet.
kishin një gala në Rom që ishte organizuar nga Kledi, Kadiu, Ambeta Romani dhe morën Genti si drejtor artistik me eksperiencën që kishte. Nga të gjitha anët e baleteve të ndryshme, balet klasik, kontemporane etj. Edhe ai më ftoi. Edhe kemi ardhur në atë, e bëm në Rom premier dhe kemi bërë një gala këtu. Se mbaj mend si quhet, hera e parë quhet. E kuptova. Në këtë rast nuk ka ardhur, domethënë në këtë rast ka ftuar Genti. Nuk ka ardhur vet. Jo, ajo ka qenë ajo vetëm Genti më ka ftuar a parë. Kam pas momente duke fol me teatrin për të ardhur, duke më kanë shkruar pra ke dashur, ke pasur qejf të jesh. Se këtu desha të dal. Nuk është se ke refuzuar të jesh. Thjesht nuk janë pjekur kushtet, nuk janë, nuk e di. Po si mund të refuzohet një vend ku kanë qenë fillimet e mia? Unë se besoj, për veten time nuk e refuzoj dot. Jo, kam pas momente që njerëzit më kanë shkruar, kush ka qenë drejtor etj, po s'është bërë asnjëherë konkrete. Kjo është hera parë që është bërë konkrete, fal drejtorit Edi Bloshmi që sa mori postin, kontaktoi, tha do të vish të bësh një krijim. Edhe i thash po, direkte. Derisa u bë konkrete pastaj. Hera parë që vi të punoj me teatrin. I kërkova Erionit një këngë midis të tjerash. Edhe po flistim për Yesterday When I Was Young. Dhe është përveç kënga. E para njëherë pse e dëgjoni? E bën nostalgjik? Pse të pëlqen kjo këngë? Se thënë që po e dëgjoj shpesh këtë kohë të fundit. Këto kohë të fundit nuk e di, më pëlqen shumë tekstin e ka shumë të lezetshëm, më pëlqen edhe flet që dje isha i ri. Për memoriat. Çfarë është koha për ty? Një gjë që ikën ja bëj çdo të ftuarin, se jemi në Back to the Beginning. Një koncept që ikën s'kthehet më dhe se kapim dot trenin që iku, apo një vagon më shumë në trenin e jetës tënde, ku ti di më shumë gjëra se ç'di dje, po themi. Çfarë është koha? Të mërzit koha që ka ikur? Pra kur të kthej unë tani kur ishe 20 vjeç, kur ishe 18, kur ishe 7, të shqetëson kjo bisedë kur e bën me njerëzit? Jo, nëse flasim për atë, për mua koha është ose një arkiv i memorias time. Nuk e di kemi kohë ta them. Kam pas këtë ide që në trurin tim dhe nuk e di kam qejf ta bëj tip filmi, nuk e di. Mo thuaj se ta ruaj unë këtë, ta ruaj që ta bësh. Unë këtu ka shumë kohë që kam shkruajt, i shkruaj këto gjëra dhe i lej në sertar kur të jetë koha do i bëj. Trurin tim e imagjinohesha si një korridor me shumë dyrë. Edhe gjithë të dyret kanë atë arkivet e memoriave për një kohë për shtat. Për në atë kohë, për shembull 2001 ose 2006, kanë memoriet e veta. Kështu e imagjinoj unë laf të kaluarën, janë ato, është arkivi. Nuk e shoh as si është keq, është thjesht rrugtimi im në jetë, me aq sa kohë do kem. Dhe çdo gjë është memoria, si ato të mira, si ato të këqijat. Edhe për këtë korridorin ato të këqijat i them unë rri dera çik hap dhe hyn ajo drita, të ngacmon her pas here. Kurse ato të mira di ket mbyll dhe i hap me qetësi dhe me i lumtur. Kurse unë uroj që një ditë, po jo tani, se ndryshe do na dilin në pension. Jo tani, po më vonë, të gjitha këtyre dyerve të trurit tënd që niset nga diku edhe shkon dhe përjeton historinë e jetës tënde në momente të ndryshme, të na e përkthesh me lëvizje atë, të na japësh taze ta kuptojmë, se është më e thjeshtë ta shpjegosh ashtu. Unë kam përshtypjen që njerëzit që vinë nga edhe ju, edhe bota e lëvizjes së teatrit muzikor, të baletit, sikur ndonjëherë gjërat i thotë më kollaj me punën e vet, sesa me fjalën e vet. Unë kam shumë më të lehtë flas në skenë se sa flas këtu. Yesterday I was young. Ne jemi akoma, por për të gjithë ata që ndjehen pak si të vetmuar apo si të lëshuar nga koha, ky është rasti për të dëgjuar një këngë shumë të mirë. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të vënë në dispozicion për Back to the Beginning. Ju kujtoj, jeni në Top Albania Radio. Për të gjithë ata që sapo kanë çelur radio, ne jemi me Erion Kruja, balerin dhe koreograf, i cili mund të ketë munguar këtij vendi për shumë vite, por për çdo ka një
ka një dritë në fund dhe për Erionin ishte ky viti 2025, fillimi 2025-s për të vendosur një shfaqje në Teatrin e Operës dhe Baletit me shpresën për të pasur mundësi të tjera, po sigurisht edhe duke të uruar pa diskutim suksese në çdo skenë tjetër. Unë mendoj që prezenca e një artisti në një skenë ndërkombëtare nuk është vetëm thjesht një mbushje e pasaportës profesionale, po është një kontakt me një kulturë tjetër, një kontakt me disa njerëz të tjerë që nuk vinë nga kultura jote dhe ndoshta e gjitha kjo kësaj pasaportës profesionale i sjell me vete edhe një thes me përvojë njerëzore. Po. Cili ka qenë ngërçi më i madh vyti në lëvizje? Domethënë ku nuk ke ndier ti se më rehat, ku ndoshta nuk ka qenë faji i vendit, po ndoshta faji i ndryshimit të mentaliteteve tona, të kulturave, nuk e di. Ku nuk je ndier rehat dhe ku je ndier shumë rehat? Do të them në Londër. Je ndier më rehat apo nuk je ndier? Nuk jam ndier fillimet e vet. Po ndoshta nuk ka qenë vetëm Londra, po kam qenë edhe unë në vende të tjera ku kam qenë. Unë kam lëvizur çdo 2 vjet. Po ti ke dashur të rish në Spanjë me diell, në Tiranë me diell, në Londër s'ka diell. Jo, ka qenë kam lëvizur çdo 2 vjet dhe ku e lash ndoshta ka qenë dhe mosha. Ndoshta unë i kanë Gjermani, i kanë Zvicër, nga Zvicra i kanë Gjermani, nga Gjermania prapë në Zvicër dhe kam ne 2 vjet, maksimumi 3 vjet këtë kompani. Ku i kanë Londër, neta çik më pak. Më shumë, 8 vjet, më fal. Londra është e madhe. Ka gjë të bukur të keqe. Atë është shumë e madhe saqë të bën të ndjesh shumë i vogël. E kuptoj. Ti mund të vish nga një vend i vogël, ke personalitetin tënd, ke gjëra të tjera, ato të njohin, ke vendin tënd, më kupton. Jo në Shqipëri, po dhe në Zvicër ishe stabil. Kur shkon aty është aq e madhe, dhe unë aty kam kuptuar vëllai që jemi shumë të vegjël. Jemi shumë të vegjël, si kokër gruri, më kupton. Dhe kjo është e keqja. Po e mirë, duke pas atë lirinë që ja shumë i vogël, nuk ke më stresin që kështu do jetë, kështu do bëj, kështu do s'do bëj, kështu është fasada. Jo, ka secili vendin e vet. Pra çdo kokër gruri ka vendin e vet. Po të jep një për mua të paktën, më ka dhënë një shtys, një hapje për të qenë vetja ime dhe të bëj atë që du dhe ta kërkoj atë që du dhe të punoj për të arritur atë që du. Kjo ka qenë Londra. 6 muaj të para kam qenë vetëm, edhe anë kulturore në fund fare. Për shembull atje kishte më tepër kërcimtar anglez. Do të thotë që kanë familjen, do të thotë që kanë shoqërinë, kurse ka kompanitë e tjera që ishim 22 veta që vishim nga gjithë bota. Familja ishim neve. Me njëri tjetrin. Pavëm vaj ato të tjerët, sepse kanë shoqërinë e vet, kanë njerëz të vet. Kurse ti ku shkon për herë të parë duket si je vetëm. Po për më thash të duket ashtu, po unë ja kam kaluar shumë mirë atë vetëm për 6 muaj shoqëri që ishte dhe koha bukur, kam qenë aty në 2001 vjetën. Dhe më ka pëlqyer shumë Londra, nuk mërsha underground, po edhe shënkëm. Edhe kam që dhe të shikoje. Po shikoja era parsh, shikoja qytetin i bukur. Ajo ka qenë më lafë që ka qenë çik më ndryshe. Vetëm të tjera ka qenë familja u krijote balerinat, që ishim 22-30 veta. Aty u krijote familja dhe ishte gjithmonë u ndjeshe mirë. Unë gjithmonë kam menduar që midis njerëzve të njëjtit profil, edhe pse ndoshta mund mos thuhet gjithmonë, ekziston një lloj rivaliteti. Pra, pavarësisht që je i detyruar ta ndërtosh familjen aty me këta njerëz që vinë nga përvoja të ndryshme dhe do apo s'do atyre do i thuash më them koka, nuk jam mirë, më ka marrë malli për mamin, sa ata janë njerëz që ke më drejt për drejt, brenda vetes ka një farë rivaliteti. Kur ne themi rivalitet në Shqipëri kemi parasysh Brylin këtu. Po. Atë shenjën e barazimit e kemi rivaliteti Bryli. Në fakt, në një trup të huaj, çfarë është rivaliteti? Është së parja ekziston, unë besoj që ekziston. Dhe e dyta, atë ndihmon ajo të rritesh profesionalisht. Ekziston. Gjithë botën është njësoj mbi gjitha krye baleti. Vetëm gjë që është nuk e di, që shohun andej ose për mua për shembull. Edhe un kam pas egon time, ambicien time. Po unë mendova para shumë kohësh, thash ta kem egon të keqe për dikë apo ta kem të mirë. Të mirë për mendimin tim, ose ambicien të mirë. Unë vjedhsha nga ty. Ishte ti edhe tashi që jemi duke folë që bashkë, si person, si prezantuese, unë vjedh diçka nga ty. Pëlqen mua.
Pra merr atë që ti e konsideron që të duhet. E shoh dhe unë e marr. E njëjta gjë me baletin, e njëjta gjë me teknikë. Unë kam punuar me shumë balerinë, kanë qenë shumë më të mirë se unë. Unë vjedhesha nga ato vjedheshin nga mua. Dhe unë këtë e quaj ego ose ambicie të mirë. Dhe e kam krijuar kështu karrierën. Ka pas dhe nga ato që u veshon solist për shembull që në Zvicër ku kanë qenë u bëshin direkt skandale, më fliqi me drejtoreshën ose me drejtorin se u bë ky se sa erdhi etj. Ka pa, këto janë normale, shkojnë gjithandej, më kupto. Po se kam pas asnjëherë. Nuk e kam pas atë problem, ndoshta nga familja, ndoshta shumë kam mësuar familja, që unë besoj që mami për shembull dhe babin i kam një çik budist, se mënyra se si më kanë rrit me radh me atë idenë që të bësh më të mirën, të punosh fort. Qofse teatri e bën më mirë se ty, ti puno më tepër ta bësh më mirë se atë. S'ke punë me teatrin tjetër, s'ke punë me personin që ke para. Ti ta bësh më mirë, vejo gjithmonë vetes. Kjo ka qenë gjithmonë mesazhi që kalama. Unë që të dëgjova pak më përpara kur folëm për workshop ose trajnime, jam kurioze, atë ka qelluar ty në punën tënde, Erion, të punosh me jo profesionist. Pra, që mund të jenë fëmijët, që s'janë profesionist, ose që mund të jenë garat, si themi në Dancing with the Stars, që kemi një balerin profesionist, po edhe një kozet që duhet ta bësh, duhet ta gdhendësh edhe duhet të mësosh të kërcesh. Dhe a është sfiduese se kam përshtypjen që me një profesionist ata të njohin gjuhën, edhe do ta bëjnë të gjithë shumë mirë, njëri, dy, tre do ta bëjnë akoma dhe më mirë. Kurse në rastin e jo profesionistëve kam përshtypjen që është sa sfiduese, aq e sfilitse. Kam punuar dhe jo me profesionist. Mënyra si punoj unë është më tepër ka teknikën e vet, po është improvizim baleti ose kërcimi. Dhe ka ide brenda për të facilituar lëvizjen për këdo. Kjo është mënyra si punoj. Do të tregoj një nga eksperiencat më të mira, më kyçe të jetës time, besoj unë. Kam qenë në Indi dhe në atë kohë kisha gati 2 vjet, 3 vjet, kisha një lidhje si isha mirë, si shkojmë gjithë neve që kemi këto problemet me lidhje etj. Dhe nuk kisha mirë si person, edhe disha emocionalisht. Nuk kisha edhe nga koka dhe emocionalisht. E disha që si isha mirë. Dhe ishim në Indi. Ne jetëm në 3 muaj në Indi dhe unë shkova siç ishim, ne kishim 10-12 balerinë dhe shkoshim i kishim workshop për kompaninë. Dhe shkova ke studio, erdhën ishin 20 veta. Edhe e pash që 1-2 persona nuk ishin profesionisht, po s'ka gjë. Bëm klasën, bëm një pjesë të koreografisë që po bëshim shfaqje. Dhe shifsha këtë çuni ishte i gjatë. Ati 19 gjë të tillë, kështu shumë humble, se disi me themi si modest, më fal. S'ka problem, të ndihmoj unë. Shumë modest, edhe shumë i angazhuar, i dedikuar. Edhe kërcente bënte, anglisht nuk e kuptonte, po shifte dhe merrte kërcente. E bëm në vetë 1 minutë ose 2 minutë që ne po i mësonim, dhe ishte në mes të grupit dhe kërcente. Kur e bëm, e kalum një herë, ai bënte gabime, po gjithmonë kërcente dhe mundonte ta kapte koreografin me aq sa kishte mundësi. Po duke ditë që e shef që nuk është profesionist, thash okay, në rregull. Mbaruam, ne kishim një formë nga Art Council në Angli që njerëzit thoshin që faleminderit që erdhe, tu kënaqem etj. Dhe jap formën të gjitha dhe ishte detyra ime të merrsha prap formën të gjitha bashkë. Dhe shkoj ke ky çunin, e them, ma jep formën, ai e hap, kishte një nga këto robë të shantë madh deri këtu të bardhë dhe kështu. E hap dhe kishte fut këtu brenda dhe edhe më thotë jo, thotë maj afër zemrës. Edhe unë i them organizatorit, më fali thashën po na duhet se do të na çu kompanisë. Dhe ai më thotë, ai çuni nuk di të shkruaj. Dhe vjen nga 1 orë nga këtu dhe ka ardhur në autobus. Ne filloshim 9:30, ai ishte çuar që herë të kisha ardhur nuk di të shkruaj. Dhe mua aty sikur mra pika. Dhe ka qenë eksperiencë më kyçe në jetën time, besoj, sepse thash ç'a hallesh kam unë. Të ndihmon të reflektosh, të kthehesh me këmbën në tokë. Shifej një sekundë, do të kuptoj. Dhe u emocionova shumë, ne jetëm prapë më mbrapa bashkë dhe na përktheu organizatori dhe njofta pak më tepër, por ka qenë eksperiencë shumë kyçe për jetën time, për
Nga herë futesh në turne tjera që kisha unë jetën atëherë, dhe harron. Nuk kuptoj, gjithë kohës në rrugë. Ndërkohë ta jep mësimin, prapë të jep një mësim dhe një shkundje të jetës, dikush që nuk shkruan, dikush që nuk lexon, po të jep një mësim jete, që nuk është raporti yt i ndërlikuar me një partnere, me një partner në biznes, në punë, kështu me radhë, po janë këto çështje etike që janë problematike. Dhe ai vinte dhe që si ishte profesionist si balerin ose si kërcimtar, prapë merrte autobusin nga ku ishte ne për të ardhur aty për të bërë workshopin. Dhe dedikimin që dha për ato 3 orë, 4 orë që ne punum, unë habita. Edhe kam punuar me një profesionist dhe kjo ka qenë një nga eksperiencët më të mira. Ta thash sepse shumë vite më parë, në ato finalen e famshme të spektaklit ku ne punonim bashkë, djes të ftohta më dilnin mua, por për element të spektaklit më kujtohet që unë duhet të këndoja një këngë edhe duhet të kërceja. Kush thash të kërcej? Unë maksimumi mund të bëj 2 djathtas, 2 majtas, sepse është kompleksi. Në veshën ritmik si shtamne në shqiptarët e kemi të gjithë, në për pabe, në për lokale, në për dasma, të gjithë të thym në mes. Kur vjen puna atje, të duket sikur e folur është më e thjeshtë, edhe ani që të shtrëngojnë të bësh një numër artistik. Por unë e mbaj mend procesin dhe sa shumë këtë trup më ka ndihmuar që unë të krijoja 4-5 lëvizje të sinkronizuara me trupën e baletit në atë kohë, dhe më kujtohet që unë kam kënduar dhe së bashku kemi kërcyer It's Raining Man. Në kujtim të atyre kohëve vendos sot radio për të rikthyer dhe për ta mbyllur bisedën me Erionin sot, që për fat të keq, edhe sot, ashtu sikur se çdo herë, ikën shumë shpejt. Jemi në limitet e kohës radiofonike për Back to the Beginning. Sot ju kujtoj për të gjithë juve që humbët transmetimin, mund ta ndiqni nesër në kanalin nesër dhe kurdoherë në kanalin zyrtar të Top Albania Radios. Ka ikur magjia e dikurshme kur thonim radioja flet vetëm një herë, sepse radioja tani flet sa herë të duam, edhe kemi mundësi që ta dëgjojmë dikë. Në përgjithësi kam mësuar që këto programe njerëzit i dëgjojnë kur janë duke ecur në makinë dhe duket sikur dikush aty flet për ty, sepse në fakt historitë njerëzore janë të ngjashme. Ëndrat mund të jenë të ndryshme, pra ti ke patur ëndër skenën, nuk kam patur ëndër median, por dëshira dhe lufta për të bërë ëndrat realitet duket sikur nuk është se është aq e ndryshme tek çdo njeri që ka një pasion të caktuar. Më the pa komente më parë Erion që gjithashtu është një kërkim, pra është një kërkim për fotografinë e re, për materialin e ri, për koreografinë e re, për gjithçka që unë dua të ndërtoj, ndërkohë për shembull unë druaj, po sikur dikush ti në rastin konkret, të jesh i pafrymëzuar nga jeta jote në një moment caktuar, tani, në vitin apo në 2 vitet në vazhdim. Apo sërtari është i mbushur kaq plot me ëndra, sa ke të gatshme që mund t'i heqësh nga aty edhe t'i bësh realitet. Ku i ke qefet e tua? Kam në sërtar shumë që kam shkruar edhe muzika kam pafund, se u bë gati 10 vjet bëra një kërkim për një vit, unë do bësha një track ose se di sa. Track, jemi në rregull, çdo ditë do e bësha, sikur të ishte 30 sekonda, sikur të ishte 10 minuta. Që kam për muzikën, po ka shumë raste që si e inspiruar. Për mua për shembull, kur nuk kam atë inspirimin tim, studio. Ajo më jep. Futem në studio dhe ndryshoj si person. Nuk jam shumë i qetë, ulem, bëj mohabet, por kur futem në studio jam komplet ndryshe. Energjia ime është komplet ndryshe kur futem në studio. Nga ana mirë, duhet punoj, djersita, flas, jam shumë i angazhuar. Studio është çdo gjë si puna rrova këtë klej, më fal. Çfarë problemi ka mos e tanët jemi ne këtu në bëjmë vazot në si quhet që me materiale që bëjmë vazot. Baltër, si puna baltës, sa më kupton. Duhet ta gdhëndesh, mund të ikë inspirimi, s'ka asnjë gjë të keqe, por për mua studio është ajo balta, aty ku shkojmë, bëhen me lucë etj, po të them. Po, aty është. Metaforikisht. Aty bëj. Kam dhe një pyetje të fundit si spektatore. Në përgjithësi un kam nga një shtrat bosh në teatrin kombëtar, në teatrin e operës, se flej aty unë, një herë të premten andej, të shtunë andej se kam qefën, përgjën emocionet e drejt për drejta me artistin. Dhe ajo që e vuaj për herë është që gjithë kjo punë që bëhet në teatrin e dramës apo në teatrin e operës, mbyllet, pra mbarojnë reprizat dhe mbyllet aty. Dhe gjithë fatkeqësia është që neve nuk kemi shfaqje repertori. Unë ti ta shikoj një shfaqje pas 3 muaj se nuk isha këtu, apo dikush tjetër. E vuan këtë pjesën kaq shumë punë, kaq shumë lodhje, kaq shumë djerës, kaq shumë balt, kaq shumë lucë me radhë për 3, 4, 5, 7 shfaqje gjithsej.
Se këtë nuk e ke jetuar ti jashtë, se si the, kemi dhënë 100 herë të njëjtën shfaqje në turne, në vende të ndryshme. E keqja e Shqipërisë ka këtë shumë lodhje, shumë stërmundim për një kohë të kufizuar të shfaqjeve. Besoj se ka ndryshuar, nuk e di s'ka qenë para, se është era parë që po bëj kontratë me punu me teatrin, për këtë shfaqje për shembull për mua. Do ta rikthesh? Ja kam dhënë të drejtat për 3 vjet. Okay, do rikthehet. Normalisht ja për 1 është. Këtu ja kam dhënë për 3, normalisht siç folëm në fillim, është Shqipëria, është vendi im. Ja kam dhënë për 3 dhe kanë të drejtën ta bëjnë ta rivojnë shfaqjen. Normalisht që duhet vi unë 1 javë që ta ripunoj me balerinë. Po sepse mund të ndryshojnë balerinët, nuk e diet asnjëherë se si ndryshon. Duhet vish ti shohësh etj. Po ja kam dhënë për 3 vjet dhe kanë mundësi ta bëjnë. Ja një lajm i mirë. Se gjithmonë e kam vuajtur këtë. Dhe shpresoj e bëjnë se për balerinët, për teatrin të kenë një repertor. Nuk bëjnë timën, s'ka gjë, bëjnë tjetër. Jo, në përgjithësi për repertorin, pra të po flisnim. Repertor është shumë mirë, po ato besoj që po punojnë me drejtorin e ri tash që un flas, jam në kontakt me atë. Ai atë do të bëj, edhe më ka thënë që do t'i çojë edhe në turne. Kjo është shumë mirë që teatri operës së baletit me gjithë këto balerinë dhe kërcimtarë që kemi neve, pse jo të shkojnë në turne siç shkojnë teatrat e botës, në fund fare jemi teatr nacional. E vërtet, dhe i vetmi. Dhe i vetmi, kështu që besoj të qohet që shihet dhe kultura e Shqipërisë, sepse me thënë drejtën tashin Shqipëria po njihet për turizmin. Për kulturën e ato që vinë këtu që na njohin. Kurse ande nuk e din kulturën e Shqipërisë shumë. Nuk din për shembull vadet popullore që ne kemi nga një folklor magjik, besoj unë, në gjithë botën, as ja kam pa unë, po të njihet edhe teatri i baletit, teatri i operës dhe i baletit. Shpresoj ta bëjmë, po ideja kjo është, me kaq sa kam folur me. Unë falenderoj shumë që bashk dhe shkurtimisht hapëm një valixhe kujtimesh, se nëse nuk e hapim një valixhe kujtimesh për të kuptuar se nga erdhëm, shpesh nuk e dim as ku jemi dhe as ku duam të shkojmë. Falenderoj shumë herën që ishe me ne. Faleminderit. Mirë, dëgjofshim javës tjetër.